Zbuloni mençurinë e thellë të fshehur në mirënjohjen e thjeshtë. Në një qytet të qetë jetonte një robaqepse muslimane me duart e zëna me gjilpëre dhe fije. Me çdo qepje që përfundonte, ajo shqiptonte butësisht: Elhamdulillah, falderimi i qoftë Allahut. Një udhëtar, duke vërejtur për kushtimin e saj, nuk mundi të mos pyeste pse e përsëriste kaq shpesh këtë frazë. Ajubu zëkeshi butëshi dhe u përgjigj, sepse çdo qepje është një dhuratë, një bekim që Allahu më lejon ta krijoj me duart e mia. Fjalët e saj të thjeshta përmbanin një të vërtetë të thellë. Më vonë, udhëtari i ndau këtë takim me një digjitar të njohur. Jetari i mençur reflektoi: ajo zotëron më shumë kuptueshmëri se shumë njerëzit që flasin shumë. Jeta e saj ishte një predikim i gjallë mbi mirënjohjen. Le të frymëzoje kjo histori. Gjej mirënjohjen e detyrat e tua të përditshme, të mëdha apo të vogla. Përqafo mençurinë e pranimit të çdo bekimi. Reflekto mbi dhuratat që krijon. Thuaj elhamdulillah ose falënderim në mënyrën tënde.